Gjon Shkampi, dëgjaji i autorit të vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja do të vazhdojë të qëndrojë në qeli. Vendimi është marrë nga gjykata e apelit në jurisdiksion përgjithshëm, e cila refuzoi kërkesën e tij për zëvendësim të masës së sigurisë. Gjyqtari Genti Shala nuk mori parasysh argumentet e mbrojtjes, duke vlerësuar se rrethanat e ngjarjes dhe roli i tij në krim kërkojnë vazhdimin e ndalimit. Në të njëjtën seancë, gjykata rrëzoi edhe ankimin e Banush Koxhat, punonjës i sigurisë së gjykatës së apelit, i cili akuzohet për shpërdorim detyre. Koxha dyshohet se nuk kreu kontrollin e ndaj Elvis dhe Gjon Shkampit në hyrje të gjykatës, duke lejuar futjen e armës me të cilën u krye krimi. Sipas hetimeve të prokurorisë, edhe pse detektori sinjalizoi prezencë metali, ai nuk ndërhyrje për të bërë kontroll fizik ndaj autorit të vrasjes. Ndërkohë, i vetmi që nuk ankimoi masën e sigurisë arrest me burg është Elvis Shkampi. Ai pas ekzekutimit të gjyqtarit nuk shfaqi pengesë për veprimin e tij, duke deklaruar para grupit hetimor se i kishte rënë qaf me vendimet gjyqësore për çështje pronësie. Ngjarja tronditëse ndodhi në sallën e gjyqit të apelit me njëherë pasi gjyqtari Astrid Kalaja shpalli vendimin për një konflikt pronësie mes familjeve Shkampi dhe Kurtaj. Kalaja u qellua për vdekje nga Elvis Shkampi dhe ndroi jetë gjatë transportit drejt spitalit, ndërsa Rakip dhe Elvis Kurtaj betën të plagosur. Ngjarja ka tronditur sistemin gjyqësor dhe ka nxitur reagime të forta për mungesën e sigurisë në ambientet e gjykatave, teksa hetimi për rastin vijoi në mbikëqyrjen e prokurorisë së Tiranës.